Bismillahirrahmanirrahim. Shpesh, kur kthehemi me leximet tona në historinë e të parëve, prej breznijeve të shkuara, të dietarëve të mëdhenj të fesë islame, e njerëzve adhurues dhe prej atyre që e kuptuan më së miri fenë Allahut Azza wa Jall, gjejmë në detaje shumë të vogla mësime shumë të mëdha. Dhe po lexoja sonte, dhe gjeta një detaj shumë me rëndësi që i shërben jetës sonë të përditshme, për të rregulluar shumë çka prej asaj me të cilën ne sillemi dhe komunikojmë me njëri tjetrin. Një personazh i shquar, i shekujve të shkuar, i quajtur Ibn Shubrume, ndihmoi një prej vëllezërve të tij për të kryer një nevojë që ai kishte. Thotë personi përballë, pasi ky e kishte ndihmuar, erdhi dhe i solli një dhuratë. Pra si thosh në shenjë mirënjohje për ndihmën që i kishte dhënë. Ibn Shubrume i tha, "Çfarë është kjo?" I tha, "Një shenjë mirënjohje dhe një dhuratë për atë mirë që ti më bane." I tha, "Merre pasurinë tënde. Pra merre dhuratën tënde. Allahu të rujt. Nëse i kërkon vllaz tan një nevojë, edhe ai nuk sforcohet për ta kryer nevojën tënde, merr abdes për të fal namazin e xhenazës, për të bërë 4 tekbire dhe konsideroje atë njeri prej të vdekurve." La ilaha illallah. Shumë e madhe. Mesazh jashtëzakonshëm. E para, na mëson se në mesin ton, muslimani ka hak të shtrejt e të shajt tek vëllau i tij musliman. Dhe se muslimani, kur përpiqet për hir të Allahut, për ta ndihmuar vllain e tij musliman, mos të pres mirënjohje apo në një dhuratë në këmbim të asaj çfarë ka bë. Domethënë, atë që ta bëjmë për hir të Allahut, duke mos prit as falënderime, as mirënjohje, sepse thot dikush, e kam ndihmu, i kam bë këtë, e kam ndihmuar në këtë moment e tjerë, as faleminderit nuk më ka thënë. Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ky është parimi. Pra ne ju japim për të ngranë, pra ju ndihmojmë, jemi në krahtuj për hir të Allahut. As nuk duam mirënjohje, as nuk duam falënderime. Por nëse dikush të falenderon për të mirën që i ke bë, paranoje atë. Sepse kush nuk falenderon njerëzit, nuk ka falendëruar Allahun, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dorsa Ibn Shubrume, madje edhe këtë falënderim nuk e pranoi. Edhe këtë mirënjohje nuk e pranoi, tha, "O vëlla, merr për atë. Nëse unë nuk angazhohem për ty, e merr abdes edhe ma fal namazin e xhenazës, do të thënë bani 4 tekbire për mua sepse jam prej të vdekurve." Është shumë e rëndësishme të dashurit e mi me u gjend në krah të njëri tjetrit në momente nevoje. Mirë, po është shumë e rëndësishme që me ja ditë për nerë njëri tjetrit dhe njëkohësisht është shumë e rëndësishme që të mirën që e bëjmë, mos presim falënderime për të dhe ta llogarisim si një vepër që e kemi bërë për hir të Allahut. Dhe të jeni të bindur se tek Allahu Azza wa Jall shpërblimi, mirënjohja, falënderimi për të mirën që i kemi bërë dikujt është shumë më i madh në këtë botë para jetës së përteme. Allahu ju dashur.